Tregjet ndërkombëtare të energjisë kanë reaguar me rënjen e çmimit të naftës pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, i cili theksoi se konflikti mes Iranit mund të përfundojë shumë shpejt. Në fillim të javës, çmimi i naftës kishte arritur pothuajse $120 për fuqi për shkak të frikës se lufta mund të ndërpriste furnizimet me energji nga lindja e mesme. Pas deklaratave të Trump, çmimi i naftës së randjeshëm dhe në orët e mëngjesit u tregua rreth $90 për fuqi, duke sjellë një qetësim të përkohshëm për tregjet globale. Megjithatë, pavarësisht rënjes nga niveli maksimal, nafta mbetet të dukshëm më e shtrenjtë krahasuar me periudhën para nisjes së konfliktit. Trump deklaroi se mendon që lufta është pothuajse e përfunduar, por paralajmëroi Iranin që të mos ndërhyjë në qarkullimin e naftës përmes ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme për transportin global të naftës dhe të gazit. Ai theksoi se nëse Irani bllokon këtë korridor strategjik, Shtetet e Bashkuara do të reagojnë shumë më ashpër. Nga ana tjetër, Garda Revolucionare Iraniane reagoi ndaj deklaratave të presidentit amerikan, duke paralajmëruar se forcat iraniane mund të pengojnë eksportin e naftës nga rajoni nëse tensionet vazhdojnë në rritje. Gjatë tregtimit në tregjet aziatike, çmimi i naftës Brent ra përkohësisht në $84 për fuqi, përpara se të rikuperohej në rreth $93.76, ndërkohë nafta amerikane pësoi një rënje prej rreth 4%, duke arritur në $90.96 për fuqi. Ekspertët e tregut theksojnë se rënja e çmimeve i dha tregjeve një moment frymëmarrjeje, por paralajmërojnë se situata mbetet e paqëndrueshme. Sipas analizëve të energjisë, tregu i naftës është një situatë e brishku, për shkallëzimi i konfliktit mund të çojë në rritjen e menjëhershme të çmimeve. Rënja e çmimit të naftës pati ndikim pozitiv dhe në burzat aziatike. Indeksi nikel 225 në Japoni u rrit me 2.9%, ndërsa Kospi në Korenë e Jugut u rrit me 5.4%, duke rikuperuar një pjesë të humbjeve të një dite më parë. Ndërkohë, vendet G7 deklaruar se janë të gatshme të ndërmarrin masa për të stabilizuar furnizimin global me energji. Në një takim me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë u diskutua mundësia e përdorimit të rezervave strategjike të naftës, megjithse ende nuk është marrë një vendim përfundimtar. Ministra britanike e financave Rachel Reeves tha se Londra mbështet uljen e menjëhershme të tensioneve në lindjen e mesme dhe garantimin e sigurisë për anijet që kalojnë në rajon, duke shtuar se Britania është e gatshme të mbështesë një lirimin e koordinuar të rezervave të naftës nëse kjo do të jetë e nevojshme.